Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, edhe pse në fakt është orë shumë e vonë, por nuk mundesha t'ju lë pas mos dhënë analizën time rreth ngjarjeve që në fakt kanë bërë publikun që të futet në mendime. Është lojë apo e vërtet? Tani, Ludo është njëri nga banorët që ka studiuar lojën e limit jashtëzakonisht bukur. Që në momentin e parë kur Limi ka hyrë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, apo që nga biseda që është bërë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, Alba ka qenë në një farë mënyre e informuar që Limi do të ishte pjesë e këtij kasti. Tani, pyetja e parë në fakt që do të shtrohet është kjo: pse Limi hyri pikërisht në këtë pikë të lojës? E para. E dyta, Limi përfliteshte që në javët e para. Pse nuk ishte ndër banorët e parë? Tani, unë mendoj, sipas të gjitha lëvizjeve që po ndodhin, sipas të gjithave strategjive që po ndodhin, duke u bazuar edhe në një lojë tjetër, që ka ndodhur më herët në Shqipëri, unë mendoj që Limi dhe Alba kanë patur një mini pakt, le ta themi, nga jashtë. Tani, unë besoj tek Alba. Unë e di që ai Stiçi, që sot nuk ekziston më, në fakt që është zgjuar prej brenda shtëpisë, është dhurat nga Limi, sepse Alba nuk mund të gënjen kot, nuk mund të mashtron kot. Tani, Limi hyri brenda në shtëpi. Hyri me strategji. Okej, mund të ketë patur hatërmbetje kundërdrejt Albës për afrimitetin që Alba ka krijuar me Ludon, por nuk ishte gjithë pika ajo. Do me thënë, Limi kishte krijuar një strategji për jashtë. Dhe që në momentin kur Limi u shfaq në video që po futej drejt brenda në shtëpi, Limi tha mbani ekranin hapur. Tani duheshte të bëhet rritje audiencës, do thënë duheshte të rritet shikueshmëria. Dhe në qoftë se Limi nuk do ta bënte këtë lëvizjen, do me thënë në qoftë se nuk do të digjej Dolçia në këtë mes, audienca nuk do të ishte rritur dhe Alba nuk do të kishte marrë këtë shikueshmërinë jashtë. Në një farë forme, Limi e ndihmoi Albën, por natën e sonte Limi e ndihmoi dhe veten. Tani, në asnjë mënyrë unë nuk besoj që ka një femër që ti ta tradhtosh publikisht, ta lëndosh publikisht, ta vrasësh publikisht, edhe ajo të kthehet në formën më të thjeshtë të mundur. Do me thënë me një thjesht, okej, po të jap një mundësi të dytë, shprehe veten, trego veten, më jep dashuri dhe ne të dy do të jemi bashkë. Unë e pata thënë që pika e Dolçes është një hakmarrje. Nuk mu duk mua pika e Dolçes që Dolçe ka dashuri për Limin, do me thënë afërsia që Dolçe bëri. Mua mu duk kjo një hakmarrje kundërdrejt Albës, sepse Dolçe që në lojën që Alba bëri me shkurtën, me ujë në ato shishet e vogla që ishin të detergjenteve, Dolçe i tha që unë këtë gjën do ta paguaj. Dhe mendoj që Dolçe nuk diti ta logjikon lojën, u bë pjesë e afrimitetit të Limit. Limi këtë gjën e kishte strategjin, do me thënë non stop mundoheshte duke e bindur edhe Albën që të qëndroj brenda në shtëpi, sepse nëse do t'i kujtojmë biseda që Limi ka bërë me Albën, mimikat, shikimet, fytyrat, do me thënë gjithmonë mundohej që të ishte në një farë forme në sy të Albës. Tani e vërtet është kjo që Limi këtë javë ka qenë pak më i largët nga Dolçe, ishte Dolçe ajo që i afrohej, ishte Dolçe ajo që i shkonte afër, ishte Dolçe ajo që mundoheshte në fakt të merr diçka nga Limi, apo të krijon një moment me Limin duke e bërë Albën xheloze, dhe sonte Dolçe dështoi. Tani, çfarë bëri Dolçe? Dolçe humbi atë autoritet që ndërtoi me, do me thënë, kurikun në Grande Fratello. Shoqëria jonë shqiptare në asnjë mënyrë nuk e pranon një fenomen të tillë, por jo vetëm shoqëria jonë shqiptare, por asnjë shoqëri në botë nuk e pranon që një femër të marrë në sy të dashurin e tjetrës, dhe këtu do me thënë Limi e pa që jashtë po komentohet keq,
jashtë, po flitet shumë keq për të, dhe Limi sonte luajti një mekanizëm. Tha që unë do të luftoj që ta ruaj dhe fytyrën time, por dhe fytyrën e Albës, se ajo kuptoi që Alba po shndrohet jashtë në një farë forme në fenomen. Dhe këtu në fakt tani është kjo pika që ndoshta ka qenë edhe strategji. Nuk ma merr mendja dhe nuk më bind mua që ka qenë strategji, por do të thënë ka qenë një pakt prej jashtë, një lloj marrëveshje që Alba e ka ditur që Limi do të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës, nuk e ka pritur që Limi t'ia bën këto gjërat, ndoshta besimi i madh i Albës kundërdrejt Limit, se Alba në të gjitha format në asnjë mënyrë nuk mundoheshte që Limin ta nxjerrë keq, dhe në asnjë mënyrë nuk i tha Limit një fjalë të keqe. Edhe sonte, kur Limi domethënë ja kishte bërë me kastile në thonjza të gjitha gjërat, Alba nuk e nxori keq, nuk foli. Dhe këtu unë e shoh që Alba ka frikë të flet për Limin, sepse ka frikë brendësia e saj, nga që e do shumë, dhe në këtë moment Alba do me thënë e fitoi Limin, por e fitoi me strategjin e Limit. Tani Dolce nuk është njeri që nuk lëndohet apo nuk i vjen inat, por thjesht e ka këtë egon shumë të madhe, sa që do me thënë nuk do që ta lishoj veten e saj në tokë në asnjë lloj forme. Por Dolce e ka kuptuar shumë mirë se çfarë gabimi ka bërë dhe në cilin nivel ka rënë. Do të thënë ku është ajo, sepse është e tmerrshme kjo që po ndodh. Tani, cila do të jetë drama e radhës, cila do të jetë telenovela? Tani Limi dhe Alba do fillojnë që të afrohen, sepse me Dolçen u arrit shikueshmëria, u komentuan, u shndruan jashtë në fenomen, u përfolën etj 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 etj. Tani Limi do mbaj lojën në anën tjetër. Do të thënë, do përdorën Albën, do fillon me Albën, do merret me Albën, po jam i bindur që do gjuani çik me thumba edhe Benitën, sepse këtë kohën e fundit i ka patur i çik shumë syt te Benita. Dhe përsëri do kenë konflikte, përsëri do kenë zënka, por Dolce do të thënë do të jetë shumë larg tyre. Do të thënë është bërë një lloj loje që realisht edhe mund të duket që është skenar, por nuk është skenar, por është Limi i cili është shumë i lëvizshëm, ndërsa Alba është kjo goca toksike në thonjza që e kërkon dashurinë, që lufton pas dashurisë, që do me thënë i përgjërohet një mashkullit në të gjitha format e tij, sepse ajo e do atë. Dhe derisa e do atë, ajo i përgjërohet atij. Dhe sonte Alba do me thënë ishte në gjendje të falen gjithçka, të haron gjithçka që ka bërë Limi, vetëm që Limi t'i kthehej. Dhe Limi thonte që unë nuk kam bërë asnjë gjë, a realisht do me thënë Limi ka ndarë puthje, pasione, emocione me një femër që vetë Dolçja e ul veten e saj duke i quajtur Limin shok. Do shohim se si do vazhdon marrëdhënia, brenda asaj shtëpie nuk mund të themi që mund të ketë marrëdhënie të mrekullueshme, marrëdhënie afatgjate që do të ketë pasione, do të ketë dasëm etj etj. Ndoshta edhe mund të martohet Alba dhe Limi, por gjithsesi do të presim se si do të marrin vëmendjen banorët e tjerë tani në këtë historinë e re.